Merrni gjethe lakre në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 5 probleme. Lakra është një nga perimet më të lashta që është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon kurrë në kuzhina shqiptare, ashtu si në mbarë botën. Ajo nuk prishet lehtë në krahasim me fruta dhe perime të tjera dhe mund të qëndrojë gjatë në temperatura të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta që njeriu e përdor kundër qelizave të dëmshme. Lakra është e pasur me fibër, vitaminën C dhe K. Kompresat me lakër mund të përdoren kundër inflamacioneve të gjirit dhe atyre të këmbës. Kjo perime është një lehtësuese shumë e mirë. Një recetë e lashtë europiane rekomandon pirjen e një gote me lëng lakre në ditë për një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lakra gjen përdorime të gjëra te femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresat me lakër të ftohtë përdoren për femrat që janë nënshtruar një ndryrje kirurgjikale në gji, femrat që vuajnë nga entjet ose inflamacionet e gjirit, nënat leona që duan të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben edhe si një kompres e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra e qetëson atë, por edhe zbut dhimbjet dhe entjen. Këto kompresa të ftohta mbajnë për 20 minuta dhe i gjithë procesi përsëritet derisa gjiri të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës kundër entjes dhe dhimbjeve nuk vlejnë vetëm për gjirin. Ato rekomandohen edhe për zona të tjera të trupit siç është këmba. Nëse këmba juaj është e prekur nga inflamacioni që shkon me dhimbje dhe entje, atëherë duhet t'i mbështitni me gjethe lakre të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakra të kuqe të cilat përmbajnë substanca më të forta anti-inflamatore. Për të përdorur lakrën, ndiqni këto udhëzime. Hiqeni gjethen e lakrës dhe këputeni kërcellin e trash. Shtypni pak gjethe për të sheshuar edhe për të nxjerrë lëngun natyral të saj. Më pas, gjethet e lakrës i mbështini me letër kuzhine dhe i ngrohni pak në mikrovalë ose në furrë. Pasi të jetë ngrohur, e vendosni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe mbështidheni me një garzë të pastër. Gjithashtu, këmbën nëse e përdorni në të duhet ta mbani paksa të ngritur. Kompresa me gjethe lakre duhet të mbahen për 1 orë dhe duhet të përsëritet 2 ose 3 herë brenda ditës, në mënyrë që efektet e saj të jenë të menjëhershme. Lakra është ndër perimet më ushqyese që nuk duhet të mungojë gjithashtu edhe në dietën tuaj të përgjithshme, por jo vetëm në të. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, kriprave minerale, përbërësve me veti antibakteriale dhe antiinflamator, që shërbejnë gjithashtu si një nga ilaçet më të dobishme që mund të na ofrojë nëna natyrë, dhe gjithashtu mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Për shekuj me radhë, kur teknologjia dhe zhvillimi farmaceutik nuk ishin në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të trajtuar një sër komplikacionesh. Mjekësia alternative është kthyer sërish këtyre teknikave dhe ka zbuluar se ajo rezulton me të vërtet mbreslënse. Ja çfarë ndodh nëse mbështitni pjesë të caktuara të trupit me gjethe lakre. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të lehtësuar dhimbjet e artritit dhe ato reumatizmale është duke mbështjellë kyçet e duarve, gjunjëve dhe këmbëve me gjethe lakre. Mbështjellini më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe i lini të veprojnë gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vijë re që pas javës së parë. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe të dorës mund të lehtësohet me gjethet e lakrës. Kujdo që i ka ndodhur të ndrydhë kyçin, nuk mund ta përshkruajë dhimbjen që ndjen në ato momente. Edhe pse shpeshherë ju thuhet të vini kubeta akulli në vendin e ndrydhur, në të vërtetë duhet të mbështitni me gjethe lakre dhe t'i lini të pushojnë. Më pas të ndërroni gjethet dhe të përsërisni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Lehtësoni infeksionet të ndryshme. Ju mund të lehtësoni infeksionet të ndryshme të lëkurës me gjethe lakre derisa të shkoni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Gjithashtu, në këto raste, duhet të bëni kujdes dhe nëse gjendja ju është e rënduar, ta paraqitni atë menjëherë tek mjeku. Gjethet e lakrës janë një lehtësues shumë i mirë kundër inflamacioneve të gjirit. Nëse jeni një nënë e re dhe po ushqeni të voglin tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here të keni inflamacione të gjinjve.
Mjekët rekomandojnë të vendosni një flet lakre në zonën e prekur, ta lini të veprojë për 20 minuta dhe më pas e shplani vendin me ujë të ftohtë. Ju mund të përdorni gjethet e lakrës kur keni dhimbje menstruale, gjithashtu edhe për thonjë të hyrë në mish edhe fryrje të këmbëve dhe të gishtave. Këto mënyra alternative do ju ndihmojnë që të merrni sa më shumë përdorime dhe përfitime nga gjethet e lakrës. Aplikimi i gjetheve të nxehta të lakrës në lëkurë siguron edhe përfitime antiinflamatore dhe analgjezike, duke qenë se është e dobishme në lehtësimin e dhimbjeve dhe të inflamacionit. Lakra është një perime që i takon familjes, ku bëjnë pjesë gjithashtu edhe brokoli dhe lule lakra. Nga pikpamja ushqyese është një perime shumë e pasur me vitamina, duke theksuar mbi të gjitha praninë e vitaminës C, vitaminës K dhe vitaminat të grupit B. Ajo gjithashtu do i sigurojë trupit nivele të mira të folatit, të beta-karotenit, të mineraleve siç është hekuri dhe gjithashtu edhe të fibrave. Gjethet e lakrës të ngrohta kanë veprime të shkëlqyera për efektet antiinflamatore. Është shumë e dobishme në rastin e dhimbjeve anësore, të veshkave, dhimbjeve të shkaktuar nga osteoartriti dhe probleme të shkaktuara gjithashtu edhe nga reumatizma. Përveç kësaj, është një ilaç i cili përdoret gjërësisht për të ndihmuar në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve që shfaqen edhe gjatë dhënies me gji. Po kur gjethet e lakrës lehtësojnë edhe një sër inflamacionesh, të cilat në fund do t'i japin edhe një përmirësim më të mirë të dietës suaj. Përdorimi i gjetheve të lakrës në dietën tuaj është vërtet i gjerë. Për të shijuar cilësinë antiinflamatore dhe analgjezike, duhet të merrni vetëm një gjethe lakre të gjelbër. Duhet jetë e freskët dhe në një gjendje të mirë. Hiqini fletët e para dhe më pas merrni brendësinë. Ngrohni pak dhe më pas e vendosni gjethen e lakrës në zonën ku ndjeni dhimbje. Duhet ta lini që gjethja e lakrës të ftohet. Ju mund ta përsërisni këtë sa herë ta keni të nevojshme dhe rezultatet që do të merrni nga ky trajtim do të jenë efikase edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Gjethet e lakrës janë të pasura gjithashtu me vitamina dhe me minerale, të cilat do të bëjnë ndryshime parësore në vlerat e trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Lakra e bardhë është një nga perimet më të shëndetshme për trupin tonë. Ajo është e pasur gjithashtu edhe me minerale, vitamina dhe me antioksidant. Mineralet e rëndësishme që përmban lëngu i lakrës e bëjnë atë të rëndësishme në mbrojtjen e kockave, por edhe në uljen e tensionit të gjakut. Vitaminat tek lakra dhe lëngu i saj janë të dobishme për sistemin riprodhues, për ata imunitar, për shëndetin e syve, për shëndetin e flokut, lëkurës, mëlçisë, nervave dhe të tjera. Lakra gjithashtu është një burim shumë i mirë i vitaminës C, e cila ndihmon organizmin të jetë më rezistent ndaj bakterieve, radikaleve të lira dhe gjithashtu edhe problemit të virozave. Ajo është gjithashtu e pasur me vitaminën K, thelbësore për problemet e zemrës dhe të kockave. Lakra është një nga perimet e cila mund të jetojë më gjatë nëse e mbani në ambientet e duhura. Rezultatet që do t'i jap shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një zgjidhje shumë të mirë edhe për konsumin e përditshëm. Lakra gjithashtu ka element të lartë ushqyes, si lakra e kuqe dhe lakra e bardhë cilësohen si një burim shumë i mirë i fibrave. Nëse keni nevojë për më shumë fibër në dietën tuaj në mënyrë që të keni sistemin tretës sa më të mirë, këto perime janë burime kryesore të fibrave, të cilat mund të jenë gjithashtu edhe një racion i shëndetshëm për dietën tuaj. Ndaj konsumi lakrës në dietën tuaj të paktën 100 gram do të ofrojë 4 gram me fibër. Kjo është sa të paktën 15% e dozës rekomanduar për femrat. Lakrat gjithashtu do të ofrojnë nivele të mira të vitaminës K. Lakrat janë veçanërisht të pasura edhe me vitaminën K, për të cilat kemi nevojë të mbajmë kocka të shëndetshme dhe të parandalojmë edhe kalcifikimet në trup. Mjafton një filxhan me lakra të vogla në ditë që ju të merrni 2 fishin e dozës rekomanduar ditore të vitaminës K, për të cilën trupi juaj e ka kaq shumë të nevojshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.